Sa bukur më Klea. Bravo. Edhe kënga shumë e bukur, kënga që kështë zgjedhur. Falenderojmë balerinat e Universitetit të Arteve për performancën. U kënaqe me këtë këngë. Dark Winter Joti nuk ishte fare i errët, ishte gjithë dritë në fakt, po. Shumë këngë e bukur kjo. Amazing. Si të duk ty Bojken? Shumë e bukur, nuk kam çfarë të them. Më pëlqen shumë kjo lloj performance. Ka shumë efekt publik, është melodi shumë e njohur, është e bërë me ritme të thotë, me shumë bukur. Po, rëndësi ka që edhe Klea rinte shumë bukur aty, duke performuar me violonçel, që është instrumenti vet, por edhe vokalisht shumë mirë. Fifi? A e dim pse e dua Klean, sepse unë kur kam qenë moshën tonë kam qenë kështu fiks si ti. Po me kalimin e kohës, hala ma shumë e kom dasht vetën, edhe tullet e mia. Edhe pavarësisht çdo gjëje, prapë kom dasht vetën tem ashtu si kam qenë. E para kjo, e dyta. Të dua ty, sepse sot ti ishe një prej 3 performancave më të mira të mbrëmjes. Shumë faleminderit. Piro? Kuptohet që ishte një në 3 performancat, ndoshta edhe në 2 performancat më të mira. Kështu që po do të bëja një parantezë shumë të shkurtër që është shumë e rëndësishme, sepse sot jemi në javën e 9 dhe vjen një moment shumë delikat, që do të eliminohet një nga këta fëmijë që janë vërtet mrekullueshëm. Unë do të thoja këtë gjë që takoj prindër që mbas i mbaron nata, thon faleminderit, mbas i kualifikohet fëmia. Po mua më shumë më pëlqen kur më thon ata që skualifikohen faleminderit, sepse tregoj një objektivitet këta prindër. Bravo! Sepse një do fitoj dhe mendoj që i dyti që do dali është i pari nga humsat. Kështu që unë mendoj që të gjithë janë fitues. Jo, në parantezë, sepse kjo është një garë dhe ka një fitus. Pastaj jeta, se i dyti, i treti, i katërti, ndoshta edhe ai që është eliminuar që ditën e parë mund të bëj më mirë se ai që fiton. Por në këtë rast, prindërit duhet mësohen sepse duhet ketë një fitus dhe duhet të dinë që neve të na falenderojnë dhe kur eliminohen fëmijët, sepse ne këtu kemi ardhur dhe bëjmë këtë punë me ndeshmëri më të madhe, si për fëmijët tanë. Absolutisht. Oriola? Shumë dakord gjithmonë se çfarë thot Piro, unë jam gjithmonë dakord me çdo gjë, se mbas çdo performance e kam thënë, jam dakord me Piron, jam dakord me Piron. Por vërtet jam dakord me profesionistat e kësaj jurie. Dhe dua të them për ty Klea që ishe mrekullueshme, i dhe shumë pesh, i dhe shumë rëndësi këngës dhe bëre një ndër performancat më të bukura të tuaja dhe jo vetëm tuaja, por të gjithë mbrëmjes. Violonçeli dhe fakti që diti biesh një instrumenti e çon këtë këngë në një nivel akoma më të lartë. Shpresoj të më kuptosh me çfarë dua të them. Dhe dua të them që sinqerisht çdo herë e më shumë po më çudit, e çdo herë e më shumë po më surprizon që i ke kaq të mirë menduara të gjitha performancat që na sjell. Bravo, bravo, bravo. Ja pra me Lezhjanën e spikatur, e cila zotron aftësim për t'i rënë këtij instrumentit për të luajtur violonçelin, gjithashtu me aftësim për të kënduar dhe performuar dhe pop dhe muzikë lirike, përfundon gara për sonte, por jo dueli. Mbas publicitetit keni ende dhe pak minuta kohë për të votuar për Klean, që është konkurrentja e fundit 5-3-3-3-5. Do të shikojmë se cilët janë dy më pak të votuarit e publikut për sonte. Nga dueli njëri eliminohet dhe lë garën dhe kthehet në shtëpi. Qëndroni me televizionin Klan. Faleminderit Klea, bravo.